Nata kishte rënë e rënd dhe e ftohtë mbi fshatin e vogël në veri të Shqipërisë, por brenda mureve të asaj shtëpie prej guri, qetësia ishte thjesht një iluzion i rrezikshëm. Për Elmiran, çdo perëndim dielli nuk sillte çlodhje, por një ankth që i shtrëngonte fytin. Prej më shumë se 2 vitesh, martesa e saj Stans ishte kthyer në një fer të vërtetë. Bashkëshorti i saj, një burr agresiv dhe i paparashikueshëm, e kishte shndërruar jetën e saj në një makt dhune fizike dhe psikologjike. Izolimi ishte total. Ai ja kishte ndaluar takimet me familjen e saj, ja kishte marrë çdo mjet komunikimi dhe çdo ditë ushqente me kërcënime se nëse ajo tentonte të largohej, nuk do të gjente vend ku të fshihej. Por gjithçka ndryshoi 3 javë më parë, kur në jetë erdhi Klea e vogël. Prania e asaj foshnje të pafajshme nuk e zbuti dhunën e tij, përkundrazi britma dhe goditje tani kërcënonin edhe djepin e vajzës. Atë mbrëmje, pas një tjetër shpërthimi të tërbuar xhelozie dhe fryrje që kishin lënë shenja të reja në trupin e Elmirës, ai më në fundra në një gjumë të rënd të ushqyer nga alkooli. Në dritën e zbeth të hënës që hynte nga dritarja e vogël, Elmira shikoi foshnjën e saj që flinte e qetë, e pavetëdijshme për tmerrin që e rrethonte. Në atë moment, brenda shpirtit të thyrë të Elmirës, diçka ndryshoi përgjithmonë. Frika për veten u shndërrua në një guxim të jashtëzakonshëm amtar. Ajo e dinte se nëse qëndronte, herët avon, ai do t'i vriste të dyja. Shpëtimi i vetëm ishte arratisja drejt Italisë, një mundësi e dëshpëruar që ishte ofruar fshehurazi nga një kushëri i largët, i cili po organizonte një nisje me skaf nga brigjet e Vlorës. Megjithatë, realiteti ishte mizor. Rrugtimi nëpër detin e hapur, mbi një gomone të mbingarkuar, në mes të ftohtit të natës dhe rrezikut të mbytjes ose kapjes nga policia kufitare, ishte një dënim me vdekje për një foshnjë vetëm 3 javëshe. Elmira u përball me vendimin më shkatërrues që një nën mund të marrë, të merrte vajzën me vete dhe të rrezikonte jetën e saj në det, apo ta linte pas, në siguri, me shpresën e çmendur se një ditë do të kthehej për ta marrë. Me duar që i dridheshin nga dhimbja dhe nxitimi, ajo filloi të bënte gati një çantë të vogël. Nuk mori rroba për vete, por vetëm gjërat më të nevojshme për vajzën. E veshi Klean me rrobat më të ngrohta dhe e mbështolli me një batanie të trashë të butë. Përpara se ta mbyllte çantën, Elmira hoqi nga qafa një medalion të argjend, të vetmen gjë me vlerë që i kishte mbetur nga nëna e saj. Me ndihmën e një pance, ajo e ndau medalionin e rrumbullakët saktësisht në 2 pjesë. Njërin gjysmë e vendosi me kujdes brenda rrobave të foshnjës, pranë zemrës së saj, ndërsa gjysmën tjetër e varte në qafën e vet. Ai medalion do të ishte dëshmitari i tyre i heshtur, pakti i tyre sekret. Me foshnjën në krah, ajo doli e heshtur si hije nga shtëpia, duke u kujdesur që asnjë dërrase dyshemes të mos kërciste. Jashtë, nata ishte e ftohtë dhe era e veriut të priste fytyrën. Elmira eci me orë të tëra nëpër rrugët e errëta dhe të shkreta, e shtyrë vetëm nga instinkti i mbijetesës, derisa mbërriti në qytetin më të afërt, përpara ndërtesës së jetimores publike. Ora shënonte pak para agimit. Ajo u gjunjëzua në pragun e derës prej drurit të jetimores. Lotët e nxehtë i pikonin mbi faqet e njoma të Kleas, e cila hapi syt për një moment, sikur ta dinte se po ndahej nga xhiri i së ëmës. Elmira e shtrëngoi, pas vetes me një forcë të dëshpëruar, duke thithur aromën e saj për herë të fundit, sikur donte ta stamponte në kujtesë për jetë. "Më fal, shpirti im", përshpëriti me një zë që mezi doli nga dhimbja. "Nuk po të brakti sepse nuk të dua, po të lejoj të jetosh. Kjo botë ku jemi është shumë e rrezikshme për ty tani. Por të premtoj, të betohem në qiell e në tokë, se mami do të bëjë çdo gjë për të mbijetuar. Do të kthehem për ty, Klea. Edhe nëse duhet të përmbys botën, unë do të kthehem." Pasi la një letër të shkurtër ku shkruaj vetëm emri i vajzës dhe data e lindjes, Elmira razile së portës dhe u fshe me shpejtësi, pas një peme të madhe matan rrugës. Pak sekonda më vonë, dera u hap dhe një kujdestare e natës mori në krah foshnjën që kishte filluar të çante. Kur dera u mbyll, Elmira ndjeu sikur një pjesë e shpirtit të saj vdiq aty për aty. E mbytur në ngashërim, por pa guximin të kthehej pas, ajo u kthye me shpinë dhe filloi të vraponte drejt jugut, drejt detit, drejt një të ardhmeje të panjohur, me premtimin e madh të gdhendur në zemër, kur skafi preku më në fund bregun e ftohtë të Pulias, pas një nate të tmerrshme mes dallgëve të egra të Adriatikut, Elmira pothuajse nuk kishte më fuqi as të ecte. Trupi ishte mpir nga të ftohtët, por dhimbja që ndjente në gjoks, aty ku deri pak orë më parë kishte mbajtur të shtrënguar foshnjën e saj, ishte e pashërueshme. Ajo ishte e lirë nga dhuna e bashkëshortit, por çmimi i asaj lirie ishte copëtimi i shpirtit të saj. Pa dokumente, pa para dhe pa ditur asnjë fjalë italisht, ajo u gjen në një botë të huaj, ku çdo ditë ishte një betejë e re për të mos u dorëzuar. Muajt e parë në Itali ishin një sprovë njerëzore. Elmira gjeti strehim në një qendër bamirësie në Bari dhe filloi të pranonte çdo lloj pune që i ofrohej në të zezë. Ajo pastronte shtëpi të mëdha, lante pjata nëpër restorante deri në orat e vona të natës,
dhe më pas u punësua si kujdestare për të moshuarit. Ndërsa gratë e tjera në moshën e saj ndëronin për rroba të reja apo shtitje, Elmira kishte një tjetër regjim, pothuajse ushtarak, çdo qindark që fitonte, pasi hishte vlerën minimale për të bler bukë, e fshete në një kuti kartoni në krevatin e saj të thjeshtë. Çdo euro e kursyer ishte një hap më afër kthimit në Shqipëri. Vitet filluan të kalonin, duke lënë gjurmë të thella në fytyrën e saj të re, por të lodhur. Gjatë kësaj kohe, Elmira arriti të mësonte gjuhën dhe, fal sjelljes së saj të shkëlqyer dhe ndihmës së një familje të mirë italiane që e mori në konsiderat, ajo fitoi lejen e rregullt të qëndrimit. Tani, ajo kishte një punë të qëndrueshme dhe një dhomë të vogël të sajën. Megjithatë, ajo dhomë ishte aq e heshtur, saqë Elmira shpeshherë dëgjonte në mendjen e saj të çarën e fundit të Kleas në pragun e jetimores. Dhuna e bashkëshortit tani ishte thjesht një hije e largët që nuk e tremte më, por vendin e frikës e kishte zënë një faj i madh, një peshq që i rëndonte mbi supë çdo ditë më shumë. Çdo 20 maj, në datën e lindjes së Kleas, Elmira nuk festonte. Ajo shkonte në katedralen e qytetit, blinte një qiri të madh dhe ulej në cepin më të errët të kishës. Aty, nxirrte nga gjoksi gjysmën e medaljonit të argjend, e shtrëngonte fort mes pëllëmbëve, derisa metali i ftohtë i dhimbte në lëkurë dhe lutej. O Zot, ritma vajzën të shëndetshme, përshpëriste me sy të mbyllur, ndërsa lotët i rridhnin pa zhurmë. Ruaj nga çdo e keqe dhe bëj që të mos më urrejë. Thuaj se mami nuk e harroi as një sekond. Ajo shikonte vajzat e vogla në rrugët e barit që ecnin për dore me nënat e tyre, duke blera kullore apo duke qeshur, dhe me mendje llogariste moshën e vajzës së saj. Tani Klea është 5 vjeç, tani u bë 10, tani me siguri ka shkuar në gjimnaz, kjo jetë dyfisht, ku trupi ishte në Itali duke punuar pa ndalur, por mendja dhe zemra ishin të mbyllura në atë jetimore në Shqipëri, zgjati për gati 2 dekada. Elmira u bë një grua e fortë, e pavarur dhe e respektuar nga të gjithë që e rrethonin, por brenda saj mbeti po ajo nënë e dëshpëruar që po ndërtonte me durim dhe sakrificë urën që do ta çonte sërish drejt vajzës së saj, ndërkohë që në bregun tjetër të Adriatikut Elmira numëronte ditët dhe kursente çdo qindark. Në Shqipëri, Klea e vogël rritej në një realitet krejtësisht ndryshe. Vitet e para të fëmijërisë së saj kaluan brenda mureve të ftohta dhe korridoreve të gjata të jetimores publike. Aty, mes dhjetëra fëmijëve të tjerë, ajo mësoi shumë shpejt se vëmendja dhe përkëdhelit ishin një luks i rrallë. Çdo herë që porta e madhe e institucionit hapej dhe vizitorë të huaj apo çiftesh të reja hynin për të parë fëmijët, Klea dhe shokët e saj rreshtoheshin me shpresën e madhe në sy se dikush do t'i merrte në shtëpi. Kur mbushi 7 vjeç, fati i buzëqe shqipjesërisht. Ajo u mor në kujdestari nga një familje e thjeshtë dhe zemërmirë në periferi të Tiranës. Bashkëshortët, një çift i moshuar që nuk kishin mundur të kishin fëmijë të tyre, e rritën Klean me një dashuri të sinqertë dhe të pastër. Megjithatë, mundësitë e tyre ekonomike ishin teje të kufizuara, jetesa e tyre bazohej mbi një pension të vogël dhe punë të rastësishme. Klea u rrit duke e ditur vlerën e çdo kafshate buke, pa lodra të shtrenjta apo rroba të reja, por e rrethuar nga ngrohtësia e një vatre familjare. Pavarësisht dashurisë së prindërve kujdestar, brenda shpirtit të Kleas ekzistonte një guvë e madhe e zbrazët, një ndjesi e pashpjegueshme braktisje që nuk e linte të qetë. Ajo shpesh shihte shoqet e saj të klasës që ngjanin në portret me nënat e tyre, që kishin të njëjtët sy apo të njëjtën buzëqeshje, dhe ndjente një therrje në zemër. Ajo nuk kishte asnjë pasqyrë ku të shihte se prej nga vinte. Kthesa e madhe emocionale ndodhi kur Klea mbushi 10 vjeç. Gjatë një vizite rutine jetimore për të plotësuar disa dokumente rinovimi, drejtoresha e vjetër e institucionit, e cila mbante mend natën kur Klea ishte gjetur në prag, e thiri në zyrë. Me një buzëqeshje melankolike, ajo ngjori nga sirtari një kuti të vogël kartoni. Kjo të përket ty, Klea, i tha ajo duke i zgjatur një copë argjendi të lidhur me një pance të vjetër. Nëna jote e la këtë me ty natën që erdhe këtu. Ishte e vetmja gjë që kishte. Ai ishte gjysma e medaljonit të argjend. Nga ajo ditë, ajo bijuteri e vjetër dhe e gërvishtur u kthye në objektin më të shenjtë për Klean. Ajo e vari në qafë dhe nuk e hoqi më kurrë. Megjithatë, në vend që t'i sillte paqe, medaljoni i hapi një lumë të tërë pyetjesh pa përgjigje. Gjatë adoleshencës, kur ndjenjet janë edhe më të trazuara, Klea kalonte orë të tëra përpara pasqyrës duke shtrënguar gjysmën e argjend. Pse më la? Pyeste vete me zë të ulët, ndërsa lotët i rridhnin në përfaqe. Nëse më donte aca për të më lënë këtë medaljon, pse nuk u kthye më? Pse zgjodhi të ikte dhe të më linte vetëm në këtë botë? Pa ditur asgjë për tmerrin e dhunës sistematike që ëma kishte pësuar, pa pasur asnjë ide për sakrificën mbi njerëzore të Elmirës për t'i shpëtuar jetën, Klea e përktheu mungesën e saj si një refuzim. Ajo u bë një vajzë e mbyllur në vete, e vendosur për të studiuar dhe për të qarë përpara vetëm me forcat e saj, duke ndërtuar rreth zemrës një mburoje prej akulli për të mbrojtur nga zhgënjimet.
Ajo besonte se nëna e saj e kishte harruar diku në Itali, pa e marrë me mend se pikërisht në ato momente, nëna e saj po jetonte vetëm me shpresën për t'i parë sërish atë portret. 4. Kthimi pas 18 viteve, gjurmët në tokën e lindjes. Plot 18 vite kaluan si një lum i ngadajt dhe i dhimbshëm. Elmira tashmë nuk ishte më ajo vajza e trembur, e thyer nga dhuna dhe e tmerruar nga ardhmja që kishte ikur me skaf. Ajo ishte kthyer në një grua të pjekur, me flok ku kishin filluar të shfaqeshin fijet e para të argjenta, por me një vullnet prej qeliku. Fal punës së paloshme në Itali, ajo kishte arritur të stabilizonte plotësisht jetën e saj, kishte dokumente të rregullta italiane, një gjendje të mirë financiare dhe mbi të gjitha lirinë dhe sigurinë që ligji ofronte. Koha e pritjes së dëshpëruar kishte mbaruar. Premtimi i bërë në pragun e jetimores duhej mbajtur. Me një valigje të vogël ku kishte futur vetëm gjërat më të nevojshme dhe me një dosje të trashë dokumentesh, Elmira preku sërish tokën shqiptare. Kur tragedia ankoroi në portin e Vlorës, ajri i ngrohti vendlindjes dhe aroma e jodit të detit ja përmbytën mushkërit, duke zgjuar brenda saj një uragan emocionesh. Çdo hap që hidhte drejt veriut, drejt qytetit ku kishte lënë vajzën e saj, ishte një përballje me fantazmat e së shkuarës. Ajo ndjente frikë se mos rrugës ndeshje me ish-bashkëshortin e saj, por dashuria dhe dëshira përvoluese për të parë Klean ishin shumë më të mëdha se çdo traumë e hershme. Arritja përpara ndërtesës së jetimores ishte një goditje e fortë në zemër. Ndërtesa ishte lyer dhe rregulluar, por pragu i asaj der prej druri, vendi ku ajo kishte lënë foshnjën e saj 3 javëshe me slotëve të natës, ishte po i njëjti. Me duar që i dridheshin si asnjëherë më parë, Elmira trokiti. Përballja me burokracinë dhe kohën që kishte kaluar nuk ishte e lehtë. Drejtoresha e vjetër kishte dalë në pension dhe punonjësit e rinj social fillimisht refuzuan të jepnin informacione për shkak të ligjeve të rrepta të konfidencialitetit. Ju lutem, jeni nën vet, i tha Elmira punonjëse sociale me zërin që i dridhej nga dëshpërimi, duke nxjerrë nga gjoksi gjysmën e medaljonit të argjend. Nuk e braktisa sepse nuk e dona. I ikja vdekjes për t'i shpëtuar jetën asaj. Kam punuar 18 vite, pa mbyllur sy vetëm për t'u kthyer sot këtu. E prekur nga sinqeriteti dhe dhimbja e kësaj nëne, punonjësja sociale pranoi të kërkonte në arkivat e pluhurosura të institucionit. Pas disa orësh ankthi që Elmirës ju dukën si shekuj, ajo doli me një fletë të vjetër në dorë. Dokumentet tregonin se Klea kishte qëndruar në jetimore deri në moshën 7 vjeçare dhe më pas ishte marrë në kujdestarin nga një familje e thjeshtë që jetonte në periferi të Tiranës. Elmira mori adresën dhe u nis menjëherë drejt kryeqytetit. Çdo kilometër i rrugës drejt Tiranës ishte një përzierje shprese dhe tmerri. Pyetjet e panumërta po e çmendnin, si dukej Klea tani? A ishte e lumtur? A do ta pranonte apo do ta dëbonte sapo ta merrte vesh se kush ishte? Kur mbërriti në adresën e shënuar, Elmira gjeti një shtëpi të vogël e të thjeshtë me një kopsht me lule. Aty takoi nënën kujdestare, një grua të moshuar me sy të mirë, e cila pasi dëgjoi historinë tronditëse të Elmirës, shpërtheu në lot. Ajo nuk tregoi zemërngushësi, përkundrazi e kuptoi dhimbjen e madhe të asaj nëne që kishte sakrifikuar gjithçka. Klea është një vajzë mrekullueshme, i tha gruaja e moshuar duke i shtrënguar duart Elmirës. Ajo ka vuajtur shumë për mungesën tënde, por është e fortë. Sot ka provime në universitet. Ajo studion në Tiranë dhe pas pak mbaron mësimin. Shko gjeje tek parku pranë fakultetit, ajo ulet gjithmonë aty për të lexuar. Me trupin që i dridhej nga emocionet dhe me adresën e parkut në dorë, Elmira u nis drejt takimit që kishte pritur për 6570 ditë. Koha e fshehjes dhe e largësisë kishte mbaruar, gjurmët e gjakut dhe të shpirtit po e çonin më në fund drejt vajzës së saj. Parku pranë fakultetit ishte i mbushur me gjallërinë e studentëve që festonin mbarimin e provimeve, por për Elmirën e gjithë bota holz dukej se kishte ndaluar në vend. Ajo ecte me hapa të ngadalt përgjatë rrugicës së rrethuar nga pemët e larta, me sy që kërkonin me dëshpërim midis 10 fytyrave të reja. Zemra i rrite aq fort, saqë dukej se çdo njeri që kalonte mund t'ia dëgjonte rrahjet. Dhe aty, mbi një stol druri nën hijen e një rapi të vjetër, ajo e pa. Klea ishte e ulur vetëm, me kokën e ulur mbi një libër të trash mjekësie. Flokët e saj të zi i binin mbi supë dhe drita e diellit që kalonte mes gjethéve i ndriçonte portretin. Elmira ngriu në vend. Nuk kishte nevojë për asnjë test gjenetik, asnjë konfirmim zyrtar. Ajo vajzë kishte saktësisht të njëjtët sy në formë bajameje që Elmira shite çdo ditë në pasqyrë, të njëjtën vit të vetullave dhe atë pamje melankolike që ajo vetë kishte mbartur gjithë jetën. Ishte foshnja e saj, tani një grua 18 vjeçare. Elmira mori frymë thellë, mblodhi të gjithë guximin e mbetur dhe filloi të ecte drejt stolit. Hapat e saj ishin të pasigurt, sikur po ecte mbi xhama të thyer. Kur u ndodh vetëm 2 hapa larg, hija e saj ra mbi faqet e librit të Kleas.
Vajza ngriti kokën e habitur, duke parë këtë grua të huaj që po e vështronte me një shikim aq intensiv dhe të mbushur me lotë, saqë e bëri të ndjente një rrëqethje të pashpjegueshme në të gjithë trupin. "Më falni, po kërkoni dik?" pyeti Klea me mirësjellje, duke u mbyllur librin. Elmira u përpoq të fliste, por zëri u bllokua në fyt nga ngashërimi. Çdo fjalë që kishte përgatitur gjatë atyre 18 viteve në Itali u zhduk në një sekond. Me duar që i dridheshin aq shumë sa mezi kontrollonin lëvizjet, ajo futi dorën në xhepin e xhaketës. Kur e nxori, pëllëmba e saj ishte e hapur. Mbi të qëndronte gjysma e medaljonit të argjend, e pastruar dhe e shndritshme në rrezet e diellit. Klea ngriu në vend. Ngjyra e rapi u zhduk nga fytyra e saj dhe frymëmarrja ju ndal. Dora e saj shikoi instinktivisht të qafa, aty ku nën këmish mbante varur të vetme ngjyrshe e lidhte me të shkuarën. Me lëvizje mekanike, sikur po jetonte në një ëndër, Klea ngjori gjysmën e saj të medaljonit. Elmira bëri një hap më afër dhe u ui me gjunin në tokë, përpara stolit ku ishte ulur e bllokuar vajza e saj. Ajo zgjati dorën dhe i afroi 2 pjesët e argjendit. Kur 2 skajet e thyera u takuan, ato u përputhen në mënyrë perfekte, duke krijuar një rreth të plot. Linjët e gërvishtura 18 vite më parë u bashkuan, një lloj sifatet e tyre. Klea, shpirti i mamit, përshpëriti Elmira me slotëve që tani po i rridhin si lum, duke mos pasur më forcë ta mbante dhimbjen brenda. "U ktheva, të premtova se do të kthehesha." Në atë moment, buroja prej akulli që Klea kishte ndërtuar rreth zemrës gjatë gjithë adoleshencës së saj u shpërb në një sekond. Të gjitha nedet e vetmis, të gjitha pyetjet e dhimbshme sepse ishte braktisur, gjetën përgjigje në atë shikim plot dashuri të pastër amtare. Ajo pa të sytë e Elmirës, jo një grua që e kishte harruar, por një nën që kishte vuajtur çdo sekond të jetës së saj për atë ndarje. Klea u lëshua nga stoli dhe ra në krahët e Elmirës. Ishte një përqafim i dëshpëruar i fortë, një përqafim që mbarte me vete peshën e 18 viteve mall, pritje dhe dhimbje. Elmira e shtrëngoi pas vetes, duke thithur sërish aromën e saj, pikërisht si atë natë të ftohtë në pragun e jetimores, por këtë herë pa frikën se duhej ta lëshonte. Mbi tokën e tyre, me slotëve të 2 grave, historia e dhunës dhe e braktisjes mori fund. Nuk kishte më rëndësi Italia, as vitet e humbura, as vuajtjet e së shkuarës. 2 gjysmat e së njëjtës zemër, pas një rrugtimi të gjatë dhe të stuhishëm, më në fund ishin bashkuar për të mos u ndarë kurrë më.